Dhjetëra qytetarë u ankuan për kolonat në Prishtinë pas ditën e së martës. Na keni gërdit jetën, mos harroni e keni bërë Prishtinën të pajetueshme, zgjedhjet vinë në tetor. Ka nga ta që dolën me disa ide për tejkalimin e problemit. Qelën e ka grandi, bile për autobusa, masi veç e keni bo lug. Me porosit na influturoke sumet tjetër, tutna që dhe atë na blokëni. Organet komunale kanë dalë me sqarim. Sipas tyre, telashet në komunikacion janë krijuar shkaku i disa punimeve në rrugët e kryeqytetit. Rruga Malush Kosova, në proces rehabilitimi, e hapur me pengesa në qarkullim. Rruga Don Shqefën Kurti, e mbyllur për qarkullim. Rruga Nimete Progonati, e mbyllur për qarkullim. Rruga Agim Ramadani, ndërhyrje për rregullimin e pjesëve të dëmtuara. Punime në rrjetin e kanalizimit. Në rrugën B dhe C, ku përkohësisht është mbyllur një korsi në dalje nga rruga B dhe një korsi në hyrje të rrugës C. Krahas tyre nga komuna janë arsyetuar se kanë hasur edhe në disa situata tjera të paparashikuara. Nga ora 16 e tutje, në kryeqytet janë regjistruar 7 aksidente trafiku në këto lokacione: rrethi Flamurit, rruga Ibrahim Lutfiu, rruga Isa Kastrati, rruga Gjeladin Rekaliu, rruga Vicianum, rruga Bill Clinton, rruga Ramiz Cernica. Shënjestër.net